meqense ke edhe kontakt me Amerikën, Trumpin, UFO dhe alienët që janë njerëzit më të besnik të Trumpit. Maduro u dorëzua vetë, e rrëmbyen, e arrestuan. Kjo ishte një apo i shitën. Do të them, funksionuan të gjitha këto. Po një rol të rëndësishëm kanë lozur UFO-t, alienët dhe inteligjenca artificiale. UFO dhe alienët i hapën portat. Edhe ushtria njëkohësisht në mbështetje ushtarakët. S'bëheq vetëm me ushtria e punë. Pati dhe spionazh nga brenda. Po pas ai ishin UFO-t. Ato që vinin vërtet, ato UFO-t që vinin vërtet kishin gjithë informacione se ku fshihej, ku flonte. Ka pas edhe UFO në aksionin që po ishin ata punonin, si s'kishte more. Ka qenë UFO. UFO atje brenda. Që shkuan nga Amerika, shkuan në Venezuela. Po, ishin 2 muaj brenda ata. Ishin brenda. Ishin brenda 2 muaj ata, kishin. Po si ka kuptuar, për shembull, nuk janë padukshëm UFO-t padukshëm që si kanë kuptuar ato njerëz? Jo, shiko. Ata kuptojnë ata, ai që ka inteligjencë i kupton ata. Edhe një nga ato jam dhe unë këtu. Ai që më kupton mua bën karrierë, ai s'më kupton mua, pastaj hapi krahun, vazhdoi. Vazhdoni, mesazhi kalon. Kur flas unë mbaj shënim usallarët e shtetit shqiptar. E ke pasditë që të ndërhynte Trumpi me UFO-t që ta rëmbente. Foli, shka. Trumpi është një njeri vërtet një konservator republikan dhe